A kone sukses për shembull qeverisja e Zotit Mustafa gjatë kësaj periudhe? Po që më pëthom njësa, ju pëthoni me hjek dyshysh me abstrahu se nuk UEFA po se po. Se nuk ona i suksesit tyne edhe liberalizimi vizave ta zomë dhe mësaja. Po unë e moj men, hisë më lakë se para një mujdite, kur këtë si s'po bohën vizat, krejtë shizetat jënë konë në Isa Mustafën. Tash mu po më vjen një noci, ose po më vjen kes prej atyre si kanë zyë shizetat, s'po shkojt me më nëzirë tash me dorë dvetë. Hajde mos ja leta Isa Mustafën si e boni, po të pak të në thuj, akuza ke e pasëndrushme. Kur së bajshën na menejshëm që keni punu keq. A kjo e konë vis neutrale. Po, si që, një kredibilitet të zyrat, hajde pëmarëm si censore zyrat ndërkombëtare bankjere, ato që financojnë. Një kredibilitet i ri duhet jetë këthyë aty, deri sa na sot asë një problem për asë një projekt tonin madhor, nuk e kemë për me marë kredi asë bankë botnore, asë për mëne asë banka tjera që jënë në disponim për investime publike. Asë një problem se ki. Në më dha, kjo është një kredibilitet i rikëthymë atje. Na ka një herë masit e shpis ose nuk dim, ose dojmë ndryshmi trajtu, po edhe trajtimit që ja bënë Gjermania, veti Isa Mustafës edhe këti kabineti qeveritar, nuk ko për me anashkalu edhe me thonë, hajde edhe këto për harojnë. Se në Berlin ka qenë koha në 99-ën mu pritna, 2000-ën, 2002-ën, 2005-ën, 2008-ën, 2012-ën, kanë qa do më thonë... Nështë të për shkak safarizmit që bënë familja Mustafa me kompani. Jo, ajo mëse ki pjanë pra të BMW në atë. Jo, unë BMW kom vetë, po nuk është që kom quna e herë më riparu, ose që kom le atë.